Kryeministri Edi Rama dhe Ministre e Shëndetësisë Evis Sala publikuan pamje nga transformimi i Spitalit Onkologjik në Tiranë. Rama theksoi se transformimi po vazhdon në kujdesin e ministres Sala. Kjo e fundit deklaroi se projekti ka një rëndësi të veçantë për të, pasi ka nisur karrierën e saj mjekësore në këtë spital. Kjo është edhe një gjë personale për mua, sepse unë jam mjeke, kam filluar në Spitalin Onkologjik këtu, kështu që është një sfidë jo vetëm e detyrës, por është edhe një sfidë e imja si Evis e karrierës profesionale. Në sallat e reja të kimioterapisë, të cilat po i vëmë në funksion për pacientët tanë. Rritja e kapacitetit përmes shtimit të numrit të sallave dhe përmirësimit të kushteve është rezultat i bashkëpunimit midis Ministrisë së Shëndetësisë dhe partnerëve tanë. Ky është një hap i rëndësishëm për të ofruar trajtim më të sigurt, më komod dhe më dinjitoz. Më herët qytetarët dhe pacientët kanë shprehur shqetësime për gjendjen në spital. Ata janë ankuar për mungesë medikamentesh, vonesa në trajtim dhe shërbim të pamjaftueshëm.